Dashur miq, është koha që të realizojmë intervistën me të ftuarin e radhës. Kam nderin dhe kënaqësinë që me mua në studio të kem kolegun tim të nderuar Nuhi Bytyçi. Mirëmëngjesi dhe mirë se po takohemi në shtëpinë tonë. Mirëmëngjesi Bekena, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi të të kem në studio dhe që të realizoj këtë intervistë me ju, i nderuar. Rifat Blaku ishte një demograf i njohur, profesor universitar dhe veprimtar politik nga Kosova. Të vetëm disa nga fjalët dhe më pas do doja të dija më shumë rreth asaj se çfarë ju shtyri që të shkruani dhe të realizoni në fakt një dokumentar për profesorin e tjerë. Po, Bekena, vërtet profesor doktor Rifat Blaku ka qenë një ndër intelektualet më të shuar të jo vetëm të Kosovës, por barë hapësirës etnike shqiptare, i cili ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në fushën e demografisë, por ka qenë edhe veprimtari i dalluar politik, në kohën kur Kosova ka qenë në okupimin serb dhe ka kontribuar shumë në mobilizimin e gjenerata të reja, në edukimin e tyre dhe në orientimin patriotik të tyre. Unë duke njohur profesor Rifat Blakun që nga vitet 80-ta, ose sidomos në vitet 90-ta, kisha rast që të takohem dhe të bëj disa intervista me te, vlerësova se është mirë që të realizohet një film dokumentar. Ideja për realizimin e filmit dokumentar kushtuar jetës dhe veprës së profesor Rifat Blakut ka qenë qysh në kohën kur ai ka qenë gjallë. Është një praktikë që të bën dokumentar ose monografi për njerëzit pas si të vdesin, por unë vlerësova se edhe sa janë gjallë njerëzit duhet të kujtohen, të pasqyrohet jeta, vepra e tyre, dhe ai vetë ta sheh se po e çmon popullit kontributet të veprat e tij. Ishte fillimi i vitit 2020, të kohë te kafeneja të teatri, pim nga një kafe aty, edhe e pa të adhuruar librin tim, librin e luftës, edhe bisedonin për rrjedhët politike, ekonomike edhe të tjera në Kosovë dhe në gjërë. Edhe i them profesor, e duke punuar, jem duke punuar disa analiza studimore për migracionin, për dukurit e largimit të trive nga Kosova dhe çështjet e tjera, dhe ma dha një DVD, kishte një DVD, ma dha, tha një merë këtë DVD, ku që të shtëpia shikoje. Tha, që ka profesor, këtë DVD, tha, është një intervjis që këm bërë në vitin 1998, në qërshor vitit 98 në zërin e Amerikës në Washington, pikrish në gjuhën serbokrate, në programin lajmet gjuhën serbokrate, ku flasë për situatën në Kosovë dhe luftën e shtërisë shqiptare të Kosovës. E marrë DVD-n dhe shikoj në shtëpi, edhe me dërtet, jo shumë ka habit, por ishte një intervist shumë e guximshme në ato vite të vështira, kur Kosova ishte në shtetërrethim të plot, dhe profesor Rifat Blaku haptas pasqyron të gjendjen e vështirë në Kosovë të popullit shqiptar, dhe e mbronte luftën e drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke argumentuar me të me politiken anti-shqiptare të disa regjimeve serbe. E ka prezentuar realitetin. Realitetin, sidomos politiken e Miloševićit, dhe theksonte se Serbia ka bërë shumë programe për largimin e shqiptarëve nga Kosova, shpërnguljen masive të shqiptarëve nga Kosova në Turqi dhe në vendet evropiane, dhe ai kishte bërë disa analiza për këtë, sidomos për largimin e trive në vendet evroperëndimore, dhe në këtë rast ajo më la një brez të veçantë, dhe kur takom herën tjetër me profesor Rifat, thash, ishte intervista shumë e mirë, edhe më shërben shumë për idenë, për skenarin, për realizimin e filmit dokumentar. Edhe ashtu, ai ka qenë shumë modest, sikur pak hezitante, mos është herët, mos po të prohet, thash, nuk të prohet, nuk është herët, thash, është mirë që ti këmbullar disa materiale që ka e ke në arkivin e ti, sepse ai ka qenë shumë pedant, i ruan të gjitha shkrimet, të gjitha intervistat, edhe kështu e obligova që ti këmbullante ato materiale për të bërë një skenar definitiv për realizimin e dokumentarit, dhe fatit ishte që pas disa muaj, ai në mars të vitit 2020,
kishte disa probleme shëndetësore dhe kishte ndruar jetë pikërisht në kohën e pandemisë. Në atë kohë edhe varrimi edhe ceremonia të pamjes nuk i bë ndërimet e duhur për shkak të pandemisë, sepse kishte kufizime dhe është varrosur vetëm me praninë e familjes së ngushtë e tij. Kështu që unë që nga ajo kohë kisha obligim, kisha si borx që i kisha premtuar profesorit Rifat që të realizoj këtë dokumentar dhe bashkëpunim me familjen e tij, sidomos me vllaun Idrizin, cilin kam fëqinjë dhe kemi pas kontakte të vazhdueshme dhe angazhova që ti grumbulloja të materiale dhe shkova në familjen e profesorit Rifat, ku bashkëshortja e tij Lulja, djali Mentari, vajza Albolena, me ofruan të gjitha materialet që kishte ruajtur me petnatëri profesori Rifat, materialet, librat, shkrimet të ndryshme në gazeta, intervistat në televizionet të ndryshme. Aty gjeta dhe një dokumentar që kisha realizuar në vitin 1996 dhe transmetuar në vitin 1997 në televizionin shqiptar, titulluar Egzodi fundet shqiptar. Aty profesori Rifat ka qenë protagonisti kryesor që ka folur për dukurinë e largimit të rinisë shqiptare nga Kosova në vendet evropërëndimore, pas largimit masiv të shqiptarëve nga vendet e punës në vitin 1990. Kështu që arrita që të grumbulloj një pjesë të madhe të materiale, profesori Rifat kishte ruajtur ato dhe shkam kaloj përshtypje disa fotografi që i kishte, si disa materiale kishte nga 10 kopje. Që ishte një rast i rrallë që haste intelektualet që i ruajnë materialet në atë mënyrë. Kështu që fillova përgatitjen e skenarit dhe bashkëpunim me ekipin tim të vyshëm, kameramanin Enis Limanin, pastaj me Besa Qekun, kolegën Besa Qekun, me Smet Bexhetin, Besnik Krivadjeven, me ndihmën edhe të Donat Shalës, kemi arritur që të bëjmë një film dokumentar për jetën dhe veprën e profesorit Rifat Blaku. Sa ja kemi arritur këtë vlerëson shikuesi, por ne kemi bërë maksimumin që spaku veprat më kryesore të profesorit Rifat i përprezentojmë në këtë dokumentar. Zotri Bytyqi, po si keni përzgjedhur strukturën e dokumentarit? Po, duke pasur parasysh se profesori Rifat ka qenë një nga intelektualet më të guximshëm, unë fillimisht kam holumtuar veprimtarinë e tij pedagogjike. Ai ka qenë profesori i gjimnazit Sami Frashi në Prishtinë, pastaj edhe i gjimnazit në Podujevë, pastaj ka kaluar si asistent i profesorit Mark Kasniqi në Fakultetin Ekonomik të Prishtinës, pastaj ka qenë ligjërues dhe profesor ordinar në këtë fakultet dhe puna e tij si demograf ka qenë dalluar, ka qenë e njohur për opinionin, sepse ai ka botuar mëse 20 libra të ndryshëm edhe për gjeografinë ekonomike, edhe libra shkollor, pastaj edhe studime tjera që kanë të bëjnë me procesin e migrimit të popullatës shqiptare nga Kosova. Kështu që edhe këtë aspektin tjetër si veprimtar politik, duke pas parasysh se ka qenë nënkryetari i Partisë Parlamentare të Kosovës, një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të profesor Bajram Kosumit dhe të simbolit e rezistencës sonë kombëtare Batisadem Demaçi, kisha parasysh kontributin e tij këto vite, vitet 90-ta, sepse profesori Rifat ka prezentuar Kosovën në shumë simpoziume, në shumë konferenca shkencore, pastaj edhe në tureza të ndryshme që janë bërë në Evropë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe midis Beogradit, në turezat me intelektualet serb, me politikanët serb, e ka mbrojtur të drejtën e popullit shqiptar për të qenë i lirë, i pavarur dhe sovran. Ai i pa të thënë Vuk Dashkovicit haptas se Serbia nuk mundet me dhonë të mbajë Kosovën. Populli shqiptar kërkon lirinë, kërkon shtetin e vet të pavarur, sepse në mënyrë të padrejtë është ngushtuar hapësira e shtetit shqiptar, është marrë me dhunë nga aparati shtetëror serb.
Kështu që nuk ishte lehtë që të bëhet struktura dokumentarit, sepse ky profesor Rifat është një figurë shumë dimensionale, pedagog, shkencëtar, politikan dhe si intelektual shumë i guximshëm që është dalluar nga disa intelektualë të cilët në kohët më të vështira kanë heshtur, kanë qenë indiferent profesor Rifat. Nuk ka qenë indiferent, por gjithmonë e ka thënë të vërtetën në mënyrën shkencore, jo në mënyrë tjetër, por në mënyrë shkencore ka argumentuar drejtën e popullit shqiptar për të qenë i lirë dhe i pavarur. Po, si e përshkruani ndikimin e profesor Bllakut në shoqërinë tonë? Po, gjatë bisedave me studentët e tij, të gjithë njerëzit thonë se profesor Rifat ka qenë shumë i afërt me studentët, ka qenë jo vetëm pedagog, por edhe prindi tyre dhe nuk ka marrë distancë si marrin disa profesor, por ka qenë i afërt, i ka edukuar, i ka këshilluar si të punojnë për kombin, jo vetëm për veten e familjen, por edhe për kombin. Dhe thonë shumica e studentëve se nëse nuk e ke ditë pyetjen për Shqipërinë etnike, nuk ke mujt me kalu provimin. Pyetja parë, pyetja kryesore ka qenë për Shqipërinë etnike. Edhe kjo do me thonë shumë, flet shumë, se çfarë personaliteti ka qenë profesor Rifat Blaku. Të gjithë e çmojnë për arsye se edhe ka qenë i ngritur, i aftë në aspektin profesional, por edhe i edukuar me virtyte të larta të dashurisë, duke pasur parasysh edhe familja Blaku edhe stërgjyshi i tij kanë qenë për herë në sy të armikut, në sy të regjimit okupues serb, dhe kështu edukimi familjar ka luajtur rol shumë të rëndësishëm edhe në edukimin e profesorit Rifat. Po a ka ndonjë histori të veçantë nga jeta e tij që ju ka prekur dhe që ju e keni prezantuar në një farë forme në këtë dokumentar? Po, ka shumë me vërtet. Profesori Rifat, si thotë edhe profesori Akif Bajrami, i cili ka bashkëpunuar me te një kohë të gjatë, sa ka qenë në zyrën e përfaqësuesit politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zotit Adem Demoqin e Prishtinë, si një nga këshilltarët e BC-s Adem, Rifat Blaku i kishte thënë haptas BC-s Adem. BC Adem, unë du me shku me vesh uniformën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këtu mund të kontribuaj, por kontributi jem më i madh është që të jem bashkë me luftëtarët e lirisë. BC Adem edhe ti mund të shkosh, po kemi nevojë ne këtu për ty, por nuk e ka ndalur askush, as BC Adem s'ka mund të ndalë, dhe ka shkuar dhe profesor Rifat në zonën operative të Llapit, të komandant Taremi, të komandant Kadri Kastrati, dhe ju ka ofruar tërë gatishmërinë e tij për të kontribuar në ushtrinë shqiptare të Kosovës. Kontributi i tij në këtë tim ka qenë duke i ofruar harta topografike, që të dinë luftarët e lirisë, të dinë pozicionet, ku jenë ata, ku jenë pozicionet e forca serbe, edhe që të kenë më lehtë për të bërë strategjinë e luftës kundër Serbisë. Kjo ka qenë një nga ato çështjet më kryesore, si një intelektual, një akademik, është i gatshëm që të shkojë edhe në front. Kadri Kastrati thotë, ai ishte i gatshëm edhe të kap armën, por ne kishim djemtri mjaft, nuk kishim nevojë që profesori Rifat të kap armën, por na ka ndihmuar, thotë, në anën profesionale, në këshillat e tij, edhe duke biseduar edhe me telefon edhe me zonin Albright, atë kohë duke shpjeguar gjendjen në Kosovë, duke dokumentarizuar çështjen e Kosovës, duke afirmuar luftën e drejtë të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe kështu me radhë. Ka shumë momente, por kontributi i tij edhe në kohën e okupimit, ai ka pas një program, është një libër që ka botuar për migrimin dhe mundësitë e rikthimit, riatësimit të shqiptarëve të larguar me dhunë nga Kosova në perëndim, e parasheh një program edhe në kohë të okupimit, e shikon mundësinë e kthimit të rinisë shqiptare nga perëndimi në Kosovë,
sepse zbrazja e Kosovës ishte, sipas profesorit Rifat, ishte shumë rrezikshme që bëhet pastrimi etnik i Kosovës, të bëhet rikolonizimi i Kosovës me Serb, sepse Serbia fillon të sillte Serb nga Bosnia, nga Kroacia, nga Serbia, kishte programe konkrete për këtë edhe për shpërlargimin e shqiptarëve. Profesori Rifat kishte një program për riadësimin e shqiptarëve në Kosovë. Kjo flet shumë për një intelektual, për angazhimin e tij, për përkushtimin e tij, që qenia shqiptare që mos dëmtohet, që trungu shqiptar mos cungohet, dhe kërkonte nga qeveria e atëhershme në egzil e Kosovës, o heqën nga Buja Bukoshi, por edhe nga qeveria e Shqipërisë edhe vendet tjera mike të evropiane që të kontribuojnë për një program konkret për rikthimin e shqiptarëve nga perëndimi. Po, keni intervistuar njerëz cilët ishin të afërt me profesor Bllakun dhe çfarë kanë ndarë ata me ju? Po, kam intervistuar disa nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të profesorit Rifat, disa asistent, disa studentë e tij, kolegët e tij, pastaj edhe familjarët e tij. Të gjithë e vlerësojnë një zëri se ka qenë një figurë e veçantë, një intelektual i cili është dalluar nga shumë intelektualë tjerë, pasqyrojnë përkushtimin e tij të jashtëzakonshëm në punën shkencore, por edhe politike, në edukimin e gjeneratave të reja, dhe të gjithë e vlerësojnë veprën e tij si vepër të mirëfillt shkencore, por edhe të si njeri me një karakter human, një karakter të qiltërt, i cili ka qenë shumë i afërt me të gjithë, i dashur, i respektuar, edhe ka pas një veçori të veçantë bashkëpunimit me të gjithë, ai nuk ka qenë njeri eliminues. Po, sigurisht që nuk ka qenë dhe lehtë realizohet një dokumentar për njeri të madh siç ishte profesor Blaku. Cilat ishin ato sfidat, do të ripyty që ndoshta gjatë realizimit të këtij dokumentari? Po, sfidat ishin se profesori Rifat ka pas një vëmendje shumë të gjithanshme dhe duhej që të përfshihen sa më shumë figura bashkëpunëtorët e tij, po ishte pamundur që të përfshihen të gjithë ata bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, por i kemi zgjedhur disa më kryesorë, të cilët kanë pasqyruar veprën e tij. Kështu që thash, ky është një dokumentar vetëm që pasqyron vetëm një pjesë të jetës të veprës e tij, sepse vepra e profesorit Rifat është shumë më e madhe dhe është e pamundur që të përfshihet në një dokumentar. Për këtë nevojitet një seri dokumentare ose disa vëllime monografish, në mënyrë që të dalim bërç, që të pasqyrojmë në mënyrë sa më komplete jetën dhe veprën e tij. Mesazhi i këtij dokumentari është se një intelektual si profesor Rifat Blaku është i rrallë dhe duhet që intelektualet këtë që jenë, sidomos në rrethonet e okupimit, të japin kontributin e tyre për popullin, për kombin, dhe kjo e ka shuar profesori Rifat nga intelektualet tjerë, sepse ai kurse ka shikuar interesin e vet personal ose familjar, por interesin e kombit. Gjithmonë ka qenë i përkushtuar që të kontribuaj për interesat e kombit. Unë mendoj se shoqëria jonë i ka bërë shumë intelektualëve të kalibrit të tillë dhe duhet të ketë një përkujdesje më të madhe institucionale për ta që të botoj veprat e tyre, sepse profesori Rifat i ka lënë në dërshkrim disa vepra të cilët nuk ka arritur ti përmbyll ti botoj, dhe shoqëria jonë kosovare duhet që të gjejë mundësi që ato vepra ti mbështes, ti botoj, dhe lexuesit dhe opinionit ti ketë ato parasysh. Duhet t'i falenderoj me këtë rast ata që më kanë mbështetur familjen Blaku, sidomos vëllain e tij Idrizin, profesorin Murat, pastaj familjen, bashortën e profesorit Rifat Lule, në zonën Lule, djalin Mentarin, një djalë shumë mrekullueshëm, edhe vajzën Albolenën, pastaj edhe motrat e profesorit Rifat, sidomos zonën Magbule, dhe këtë familjen Blaku, si dhe bashkëpunëtorët e profesorit Rifat që më kanë ndihmuar në realizimin e këtij dokumentari. Por duhet të them edhe me këtë rast se pa ndihmën e
Kuvendit Komunal të Voshtrisë, konkretisht të kryetarit të Kuvendit Komunal të Podijeves, zotit Shpejtim Volliqi, ky dokumentar nuk do të mund të realizohej. Kontributi i tij ka qenë i jashtëzakonshëm këtë drejtim, por edhe disa sponsorë tjerë, edhe Komunës Prishtinës, edhe Komunës së Voshtrisë, edhe i profesor Safet Merovcit, edhe i familjes Blaku, dhe kështu kemi arritur që ta realizojmë një film dokumentar i cili do të shërbej gjeneratët e ardhshme si një shembull pozitiv se si një intelektual si ka qenë profesor Rifat Blaku ka kontribuar në çështjet me interes kombëtar. Zotëri Fytyqi, unë falenderoj shumë që gjetët kohë ishit mysafir në programin e mëngjesit dhe po ashtu t'ju falenderoj publikisht që ju ishit një shkollë shumë e mirë dhe shumë e madhe për ne, gjeneratat që erdhëm pas jush dhe që sot jemi gazetar. Faleminderit shumë, falenderoj edhe juve Berkena dhe stafin e programit mëngjesit, zonjën Resime Grajinca dhe ekipin e tij, Muharrem Shabanit të tjerët, por edhe kryeredaktorin Blerem Haxhien, i cili ka mbështetur realizimin e këtij dokumentari, sepse këtu kam shfrytzuar edhe një pjesë të arkivit të Radio Televizionit Kosovës, ku zoti Haxhia ka realizuar disa interviste me personat të Rifat, dhe ato kam arritur që të përfshin të dokumentar, sepse asnjë dokumentar nuk mund të realizohet me sukses nëse nuk ke arkiva që kërkohen që të pasqyrohet tamam në mënyrë dokumentare jeta dhe vepra e një personaliteti si ka qenë Rifat Blaku. Ju prifte mbara, zotëri Fytyqi, dhe ju presim sërish në studio me dokumentare të tjera. Faleminderit shumë, suksese. Faleminderit shumë, gjithashtu dhe juve.